Macja e zezë, tregim nga Edgar Allan Poe, përkthyer nga Vjolet e Volumit. Historia që po shkruaj shumë e çuditshme, por edhe po aq e rëndomt, e di që nuk do të besohet. Nuk pres që të ndodhe kundërta. Do të isha i çmendur po të prisja të kundërtën. Sepse edhe vetë shqisat e mia refuzojnë ta besojnë ato që shohin. E pra nuk jam i çmendur dhe nuk jam duke parë ëndër. Por nesër do të vdes. Ndaj sot dua ta heq këtë peshk ndërgjegja. Qëllimi im i vetëm është që t'i tregoj botës hapur, sheshit, shkurt, sakt e pas bukurime, një varg ngjarjesh të çuditshme në shtëpinë time. Pasojat e këtyre ngjarjeve më kanë tmerruar, më kanë torturuar, më kanë shkatëruar. Por nuk do të përpiqem t'i shpjegoj. Për mua ato kanë qenë llahëtari. Uroj që të tjerëve të duken më shumë të çuditshme se të tmerrshme. Kështu qoftë, që unë të gjej sadopak arsye për të qetësuar fantazmat e mia. Uroj që të paktën për ju, me një arsye më të shëndosh, me një logjik më të qetë, me një mendje më pak të eksituar se timen, siç ndodhi me mua për rrethanat që mu krijuan, të trajtoni si diçka krejtzakonshme e të ndodhur për shkaqe normale. Që fëmijë kam patur një karakter delikat dhe dashamirës. Kaq shumë binte në sy butësia zemrësime sa që shokët më vinin lojë. Isha i dhënë veçanërisht pas kafshëve. Prandaj edhe prindërit ma bënin qefin e mbellastuan me shumë kafshë shtëpiake. Me to kaloja shumicën e kohës, dhe ndjesha që i lumtur kur i ushqeja dhe i përkdhelja. Unë rrite edhe kjo veçantia e karakterit tim, dhe prej saj mora një nga burimet e mia kryesore të kënaqësisë. Për ata që e kanë provuar dashurinë e qenit besnik, nuk kam nevojë t'ju shpjegoj llojin apo thellësinë e asaj kënaqësie të rrallë. Ajo dashuri bujare, pa interes dhe vetfliuse që të kodet mu në zemër, vën në provë edhe mitësinë e besnikërinë e njeriut. Jam martuar herët dhe u gëzova shumë që njoha tek ime shoqe një gatishmëri të ngjashme me timen. Aja vuri re shpejt dobësinë time për kafshët shtëpiake dhe nuk la rast të ikte për të midhuruar, duke zgjedhur ato më të dashurat. Kishim zogj, peshk të kuq, një qen shumë të bukur, lepuj, një majmun të vogël, edhe një mace. Ishte një mace e bukur dhe e madhe, krejt e zezë, jashtëzakonisht e zgjuar. Kur fliste për inteligjencën e saj, gruaja ime, e cila ishte edhe disi supersticioze, kujtonte një bindje të lashtë popullore sipas së cilës të gjitha macet e zeza ishin thjesht shtrikë të maskuara. Por nuk besoj se ishte me të vërtetë e bindur për këtë. E përmenda këtë detaj sepse më kujtua tamam në këtë çast. Plutoni, kështu quhej macja, ishte kafsha ime preferuar dhe e kisha shok loje. E ushqeja vetë dhe ajo më shoqëronte kudo në shtëpi. Me zjerrja të ndaloja kur më vinte pas në rrugë. Në këtë mënyrë miqësia jonë zgjati për shumë vite, gjatë cilave temperamenti dhe karakteri im, për shkak të një demoni siç është alkooli, më vjen turp ta them, psoi një ndryshim rrënjësor për keq. Ditë pas dite humori im ndryshonte. U bëra gjaknxet, më indiferent me ndjenjat e të tjerëve. Për një kohë të gjatë përdorja një gjuhë të papërmbajtur dhe ndaj gruas. Madje arrita edhe ta sulmoj edhe fizikisht. Sigurisht kafshëve të mia ju desh të duronin ndryshimin e karakterit tim. Jo vetëm që i lash pas dore, por u tregova dhe më i keq trajtoja. Megjithatë për Plutonin kisha mjaft kujdes dhe nuk e keq trajtoja. Ndërkohë u tregova i pa skrupullt edhe ndaj lepujve, majmunit, por edhe ndaj qenit, kur ndonjëri më dilte pa dashje, ose edhe më përkdhelte. Por me kalimin e kohës smundja ime më shtua. Nuk ka smundje që të krahasohet me atë alkoolit. Edhe Plutoni, e cila kishte nisur të mplakej, ishte bërë ca grindavece, filloi të ndjente efektet e gjendjes sime shpirtërore. Një mbrëmje kur po kthehesha në shtëpi nga një lokal i qytetës, i dehur fare, vura re se macja po më shmangej. E mbërtheva fort. Nga frika se mos e dhunoja, më kafshoi me dhëmb dorën. Në çast më pushtoi një tërbim djalli. Nuk e njoha më veten. Shpirti dukej se më kishte dalë nga trupi, dhe diçka më e fortë se ligësia njerëzore, e ushqyer dhe nga xhini që kisha pirë, më pushtoi çdo qelis. Nxorra nga xhepi e lekut një piçak, e hapa. Kapa nga fyti kafshën e gjorë dhe me ngadalë ja nxorra njërin sy nga zgavra. Po më vjen turp, digjem, dridhem,
Ngjethem teksa po shkruaj këtë egërsitën e veritshme. Në mëngjes mu rikthye mendja e shnosh. E kisha marrë veten nga gjendosja e natës së shkuar. Ndjeva gjysmë lemëri, gjysmë pendes për krimin që kreva. Por kjo ndësi nuk ishte qenë aq e fortë sa duhej, kështu që shpirti më mbeti i paprekur. Sërishet e prova, dhe pak më vonë i mbyta me verë tërë kujtimet e asaj që bëra. Ndërkohë Macja del ngadalë po e merrte veten. Vërtet, zgavra e syrit që i mungonte ishte sa e frikshme, po me sa dukej nuk ndjente më dhimbje. Vinte rrotull shtëpisi zakonisht, por domos siç pritej sapo i afrohesha largohej e terrorizuar. U verosa nga shpërfillja e dukshme asaj krijese që më kishte dashur kaq shumë dikur. Vetë shpejt, kjo ndësi ja lë vendin irritimit. E më pas, si ndryshimi i fundit dhe i pakthyeshëm, depërtoi brenda meje demoni i perversitetit. Filozofia asgjë do t'ja di po shpirtin. Nuk jam i sigurt as nëse jeton shpirti im. Aq sa jam i sigurt se perversiteti është një nga impulset më primitive të njerëzit. Një nga zotësitë dhe njësitë më të pandalshme, që janë përcaktuese për karakterin e njeriut, e cili nga ne nuk e ka gjetur veten me 100 herë, madje duke bërë ndonjë veprim të ndyrë, të turpshëm apo qesharak vetëm për arsye se e dim që nuk duhet kryer. A nuk e kemi me gjithë gjykimin ton të mirë një prirje të përjetshme për ta thyer ligjin, thjesht nga që e dim se nuk duhet shkelur? Ishte ky shpirt pervers që u bë shkaku përfundimtar i shkatërimit tim. Ai u bë pjesë e qeniesime, pikrisht kjo dëshirë e fshehtë e shpirtit tim, thjesht për të bezdisur të tjerët, për t'i dhunuar, thjesht për të bërë keq, për hir të keqdashjes, më nxiti të plagosja dhe kafshën e gjarë. Një mëngjes, ashtu gjak ftohtë siç isha, i lidha Macës si me një lak rreth qafës, dhe e vara në dekën e një peme. E vara ndërsa lotët më rridhnin çurk, dhe me keqardhjen më mizore të zemrës. E vara sepse dija fare mirë që më kishte dashur, dhe se nuk më kishte dhënë as edhe një herë një arsye për t'i bërë keq. E vara sepse dija që po më katoja. Një mëkat për vdekje që do ta përdoste shpirtin tim pa vdekshëm, dhe Zoti më shërplot nuk do të më falte kurrë. Mbrëmjen e ditës që kreva këtë mizori, u zgjova nga thirrri të dikujt që përtiste, zjarr. Mbulesa e shtratit tim kish marr flak, e gjithë shtëpia po digjej. Me shumë vështirësi gruaja ime, shërptorja dhe unë ja dolëm mban të shpëtojmë nga zjarri. Shkatërimi që i plot, e gjithë pasuria ime për një çast vetëm u gllabrua nga flaka, dhe mu desh t'i dorëzohesha dëshpërimit, të humbisja çdo shpresë. Nuk dua t'i nështrojmë të ndimit që gjej lidhjen shkak pasojë midis katastrofës dhe leksisë sime. Me që jam duke përshkruar çdo detaj të zinxhirit të gjatë e të ngatruar të fakteve, nuk dua të lë as edhe një hallk të pazbërthyer. Një ditë pas zjarrit shkova të shoh rronojat. Të gjitha muret veç njërt ishin rrëzuar. Ky ishte një mur ndarës, jo fort i trash, i cili ndodhej mund mes shtëpisë, tek i cili mbështetej koka e krevatit tim. Atje, suvatimi kishte bërë ballë goxha zjarrit, gjë që e shpjegova me faktin se ishte bërë së fundmi. Rreth rrotull murit u mblot një turmë e madhe njerëzish që shumë prej tyre po vëzhgonin gjithë vëmendjen një pjesë të veçantë ti. Fjalët e çuditshme, e veçantë dhe shprehjet tjera të ngjashme më ngacmuan kurreshtjen. U afrova dhe pash, si të gëdhënur në një bazorelief, mi sipërfaqen e bardhë, imazhin e një mace e gjigande. Imazhi ishte i qartë, dhe çuditërisht shumë i saktë dhe i vërtet. Përreth qafës së kafshës ishte lidhur një litar. Fillimisht kur u përballa me këtë imazh, ndonë se nuk doja, çudia dhe lebetia ime qenë shumë të mëdha, por më pas i thirra mendjes. Mbaja mend që macën e kisha varur tek një kopsht pranë shtëpisë. Sara zjarri, kopshti u mbush me njerëz, kështu që ndonjëri prej tyre mund ta ketë zbritur macën nga pema dhe ta ketë hedhur në domën time përmes dritares së hapur. Ka shumë mundësi të ketë bërë që të më zjonte nga gjumi. Rënia mureve të tjere kishte ngjeshur viktime në mizorisë ime brenda suvasë për sa vën, gëlqerja së cilës, tok me flakët dhe me amonjakun e skeletit, ja kishin formsuar portretin, ashtu siç e pashëm. Nonse kështu arrita ta qetësoj arsyen, por jo ndërgjegjen, fakti befasues që ju tregova më mbeti në mendje. Muaj të tërë nuk ja dola dot të shpëtoja nga fantazma e macës. Edhe gjatë kësaj kohe, me gjalloj në shpirt një farë ndjenje gjysmake që i ngjante pendesës. Por jo, nuk ishte vërtet e tillë.
Arrita deri në atë pikë sa ndjeva keqardhje për humbjen e Macës. Madje edhe kur ndodheshe në përmehanet ndyra ku m'ishte bërë zakon të shkoja, hidhja syt lart e poshtë për një kafshë tjetër, për disi të ngjashme në pamje që të mund të mos rëndësonte. Një mbrëmje, i ulur, i drobitur, një kantin të fliqur, me trojgje vëmendje një objekt i zi, që ndodhej maj një fuqie të madhe plot me gjin apo rum, që përbën të rendin parsore të domës. Kisha një copë herë me sytë mbërtyer tek ajo fuqi, por ajo çfarë më habiti ishte fakti se si nuk i kisha vënë re më parë. I shkova pranë dhe preka me dorë. Ishte një macë e zezë, shumë e madhe, po aq e madhe sa Plutoni, edhe i ngjante goxha, përveç një detaji. Plutoni nuk ishte qimë të bardha në asnjë pjesë të trupit, kurse kjo kishte një njollë të madhe të bardhë, me konture të turbullta që i mbulonte gati gjithë pjesën e krahërorit. Kur e preka, objekti apo gjëja me një rodhë përpjet, rriti fort, mu fërkua pas dorës, dhe e duket se u knaq nga prania ime. Kjo na ishte krijesa që përfërkoja. I kërkova të Zotit të bujtinës që ta blija, pra ai nuk është të më kundërshtoj, dhe më tha se nuk ishte e tija. Biles tha, nuk e kam parë kur më parë. Vazhdova të përkdhelja, dhe kur bëra të nisem për në shtëpi, Macja sikur shfaqi gëdhishmërinë të m'diqte pas. E lejova ta bënte duke u përkullur për ta përkdhelur si më parë. Si erdhi në shtëpi, Macja pa një pa dy u poshtat me të, edhe me njëherë u bëhe parapëlqyer e gruas ime. Unë për vete fillova shpejt përvoja një farë antipatie për të. Ishte krejt e kundërta asaj që prisja, por nuk di si dhe pse, dëmshuria e saj aq e dukshme më beziste, e m'ngjallte krup. Dal nga dalë, këto ndjesi, neverie dhe mërzije husmodhuan, dhe më dhanë shijen e hidhur të urrejtjes. I shmangesha Macës një farë një turpi dhe kujtimi i aktit tim të më parë shumizor, me penguan që të abuzoja fizikisht me të. Për disa javë nuk e godita, as nuk e dhunova, por gradualisht ditë pas dite nisa ta shihja me një ndjenjë neverie që nuk tregohet. Dhe heshturazi i largohesha si që largohemi kolerës dhe parnisës saj të urryeshme. Ajo çfarë shtoi padyshim urrëtin time ndaj kafshës ishte zbulimi të nesërmen pasi e mora në shtëpi, se asaj ashtu si dhe Plutonit i mungur ndë njëri sy. Ky detaj i bëri që me shoqe e cila, siç ju thash, e kanë shkallë të lartë njerëzillokun, gjë që dikur ka qenë edhe një nga tiparet e mia dalluese burimi knetësive më të pastra, të lidhet më shumë me Macën. Në kundërshtim me neverinë time, Macja po m'afrohej çdo ditë më tepër. Më ndiqte hap pas hapi, me aq këmbgulje, sa ju të dashur dëgjues as mund të imagjinoni. Sa po ulesha, ajo mblidhej kruspull nën karrigën time, ose m'hidhej mi prehër, dhe mbulonte me ato përkdhelitë e saj të neveritshme. Sa po ngrihesha për të ecur, m'hidhej në këmbë dhe sa s'më rrëzonte. Më shtrëngonte me thonjtë e saj të gjatet më pret e më ngjitej në krahëror. Atëherë, sido që më kapte dalldia të dërmoje me një goditi të rinjve maje vetën. Arsyeja, kompleksi i krijimit tim të hershëm, më hip në dridhur frikën nga kafsha. Kjo nuk ishte saktësisht frikë në një dëmtim fizik, e kanë vështirë ta shpjegoj këtë. Më vjen ndot nga vetja, po edhe këtu në qeliku jam, llahtarin që më zinte më shkaktonte një përbindsh, dhe ky përbindsh ishte thjesht një Macë. Gruaja ma kishte tërhequr më shumë se njëherë vëmendjen për llojin e njollës, që e përmenda dhe juve, dhe përbënte dallimin e vetëm dukshëm mes kafshës së çuditshme dhe asaj që kisha varur. Dëgjuesi do t'i kujtohet që kjo shenjë edhe pse e madhe fillimisht ishte jo shumë e qartë. Dal nga dal, në formë gati të pakuptimt, për të cilën për një kohë gjatë mendja ime nuk mund ta perceptonte, kjo formë zuri të kthjellohej. Tani jo e përfaqësonte një objekt që ngjethën ta zë me gojë. I friksohesha dhe i druesha më shumë se çdo gjë tjetër në botë. Doja vetëm ta hiqej qafe e gërsirën. Tani më shfaqej imazhi një gjëje të neveritshme, të kopshme, i tregëmshit. Oh, makina që shkaktonte gjëmb, lemëri, llahtar, krim, makina agoniste e vdekjes. Tani isha vërtet fatkeq, për te kufirit fatkeqësisë njerëzore. Madje isha si një bishe egër, të ngjashme në cilës e kisha shkatruar me përçmim. Isha shndruar në një bish të maskuar pas imazhit të të madhit Zot. Hidhrimi i padurueshëm. O Zot, qetësia për mua vdiq një herë mirë.
Nuk çlodhesha dot as ditën as natën. Ditën macja nuk më linte rehat as një çast, kurse natën më mbërthenin ëndrat shpeshta dhe më kapte një frikë që stregohet. Mbi fytyrë ndjeja frymin e saj, të ngrohtë, peshën e madhe. O Zot, ishte një peshë e rëndë dhe një makt që doja ta hiqja nuk e hiqja dot nga zemra. Në trysninë e këtyre përndjekjeve, edhe ajo pak mirësi që më kishte mbetur shtaroi. Mendimet të këqija, ato më të errta, më të ligat, mu bën miq të vetëm. Zymtësia e temperamentit tim u kthyen urrëtia ndaj botës dhe ndaj gjithë njerëzimit. Ndërkohë e praktisa veten verbërisht në shpërthimet papritura, të shpeshta, të pakontrolluara të turbimit tim, dhe edhe gruaja ime nuk ankohej më. O Zot, vuante përulësisht dhe me durim. Një ditë kur po bëja ca punë shtëpie, shoqërova gruan në qelarin e shtëpisë së vjetër, ku në udesh të jetonim nga që ishim të varfër tashmë. Macja që më kishte ndjekur poshtë në shkallët e pjerta më bëri që të ngatrohen këmbët e gati sa nuk rash poshtë me kokën për dhe. Më ne frikosi, më tërboj. Nga zëmrimi harrova fare frikën që kisha ndjerë gjithë atëherë, rëmbeva një sopat. Shënjistrova goditjen kokën e macës, e cila padyshim do ta kishte lënë në vend, nëse do të kishte shkuar ashtu siç dëshiroja. Por synimi tim i vuri fre dora e gruas ime. U tërbova nga ndërhyrja e saj, mora vrull nga gjendosja ime demonjake, e troqa krahun që më kishte mbërthyer dhe e ngula sopatën kokë deri në gjysmën e trurit. Gruaja e vdekur në vend, pa as edhe një rënkim. Pasi kreva këtë vrasje të tmerrshme, menjëherë, ngadale me kujdesen më të madh, i vura vetes detyrën e fshehjes së trupit. E dija mirë se nuk do të mundja ta nxjerrja nga shtëpia as ditën as natën pa rrezikun që të më dallonin fqinjet. Sa gjëra më shkuan nëpër mend. Njëherë mendova t'ja coptoja trurin në pjesë të vogla, pastaj ta hidhja në zjarr. Njëherë tjetër thash të grumoja një grop në dyshemen e qelarit dhe atje ta fshihja. Pastaj mendova ta hidhja në pusin e kopshtit, apo ta paketoja në kuti, sikur do ta shisja, dhe të njoftoja portierin që ta largonte nga shtëpia. Më në fund zgjodha atë që më duk si gjëja më e sigurt se të tjerat. Vendosa ta morosja në murin e qelarit, siç bënin murgjit në mesjet kur varrosnin viktimat e tyre. Qelari ishte bërë tamam për këtë qëllim. Muret nuk ishin fiksuar mirë dhe kohët e fundit qenë suvatuar me një llaç të ashpër, të cilin lagështia nuk e kishte lejuar të ngurtësohej. Për më tepër në një nga faqet e murit kishte një dalje, e bërë për një xhak të rrem që ishte mbyllur për të përngjarë pjesës tjetër qelarit. Nuk kisha asnjë mbydyshje. Mund t'i hiqja tullat në atë anë, ta shtija trupin brenda dhe ta rindërtoja murin së mëparë, në mënyrë që askush të mos vinte re diçka të dyshimt. Nuk u gabova llogaritet e mia, me një levë i hoqa tullat lehtësisht dhe pasi e futa trupin në murin e brendshëm e vendosa në pozicionin që duhej. Me fare pak mundim e ringrita gjithë strukturët si në fillim. Me shumë kujdes sigurova gëlqerë dhe lesh. Me shumë kujdes përgatita llaçin që nuk dallonte nga i vjetri dhe kështu zuri fill puna me tullat. Kur mbarova, u kënaqa që gjithçka shkoi mirë. Muri as që të linte përshtypjen më të vogël se ishte prekur. Me turinat për tokë më lodha me shumë kujdes. Vështrova rreth rrotull në mënyrë triumfuese dhe i thash vetes, të paktën kësaj here nuk më vajti puna dëm. Hapi i radhës ishte kërkimi i macës, që ishte dhe shkaku i gjithë mjerimit tim, dhe që tashmë kisha vendosur ta vrisja. Po ja që kafsha timzare ishte alarmuar nga dhuna e zemrimit tim të hershëm dhe nuk më shfaq. Është e pamundur ta përshkruaj. Nuk mund të imagjinoni dot ndjenjën e thellë të harreshme të çlirimit që mundes në krahëror që kafsha e përbuzur muaj nga syt. Asgjë duk gjatë natës, edhe së paku një natë qysh për ardhja saj në shtëpi, fjeta si qenj, ndonë se me parën e një krimi në shpirt. Kaluan dhe dita e dytë dhe e tretë, dhe ajo që më mundonte nuk po dukej. Edhe njëherë mora frymërisht. Përbit që nga frika ishte larguar një remje nga shtëpia. Nuk do t'ja shija me bojën. Ndjesha si në qiellin e shtatë. Ndjenja e fajit për krimin tim të errët nuk më shqetësonte më. Disa hetime ishin bërë, edhe u tregova i gatshëm bashkëpunoja me policinë. Madje u bë edhe një pastisje, por natyrisht asgjë s'kishte për të zbuluar. E quaja të sigurt lumturinë time të ardhshme. Ditën e 4 pas vrasjes erdhi në shtëpi krejt papritur një skuadër policie dhe vazhdoi të bërnte hetim rrënjësor në gjithë shtëpinë. Por unë ndjesha i sigurt se vendi i fshehjes ishte i paarritshëm. Kështu që nuk u ndjeva hiç në siklet. Policët më kërkuan t'i bashkohesha gjatë kontrollit, nuk lanë qoshe pa kontrolluar. Ata zbritën 3-4 herë në qelar dhe përmbysën gjithçka. Nuk më ndrodha asnjëherë piku.
Zemra më rrihte qetësisht si t'isha njeriu më i pafajshëm në botë. I rash qelarit kryqe tortor, blodha krahët në gjoks dhe lëvizja lirshëm lart e poshtë. Policët mbetën plotësisht kënaqur dhe u bën gati të largoheshin. E kisha të vështirë të përmaja gëzimin e madh që ndjeja në zemër. Smërrie i panxjerr qoftë edhe një fjalë si nga dhënjimtar që isha në mënyrë që t'i bindje dy fish për pafajësinë time. Zotrinj, u thash më në fund ndërsa ekipi po ngjitej lart. Jam i kënaqur që hoqa me dyshjet tuaja. Juroj shëndet dhe pakës më tepër mirësjellje nuk do t'ishte keq. Me qëra fjala, kjo është një shtëpi e ndërtuar fort mirë. Në dëshira shfrenuar që thoja diçka nuk po e kuptoja fare atë që po nxjerrja nga goja. Mund të them se kjo është një shtëpi e ndërtuar mrekullisht mirë. Këto mure, po largojeni zotri? Këto mure janë pothitur mirë. Dhe me kapatellët ngërita shkopin që kisha në dorë dhe godita fort në atë pjesë të murit pas së cile gjendej trupi i gruas sime. Zoti më ruaj dhe më shpëftoft nga helmi i djallit. Pa u mbytur mirë jehona e goditjes, një tjetër jehon më përgjigj nga varri. Një brit më fillimisht e mbytur dhe e kuputur si nga shërima e fëmijës, u shndrua shpejt në një ulurim të gjatë, të fortë, vazhdueshme, të çuditshme dhe jo njerëzore. Një brit më klith më vajtuse, ca nga tmerrit, ca nga gëzimi shpëtimit, a thu se vinte nga ferri, bashkuar me fytin e dënuarve në agoninë e tyre dhe e djajve të ngazëllyer nga dënimi. Është e kohë besoj ty rofej mendimet e mia. Gati zalisur u lëkunda deri tek muri përballë. Për një çast, skuadra e policëve mbi shkallë, e shastisur nga tmerri dhe frika gjën palc, u ngrije tëra. Pastaj një 12 palë krah të fuqishëm filluan të godasin murin. Ajo shëm tërsisht. Tani më, trupi krejtësisht i kalpsuar dhe mbuluar me gjak i gruas u shfaq para syve të pranishëmve. Mi kokën e gruas u duk bisha e neveritshme, me gojën e kuqe të çaplyer dhe sytë flakërues. Kafsha e tmerrshme që më nxiten nga asje të vrisje një njeri, me zërin e saj po më dorëzonte tek xhelatët. E kisha morosur për bindshin në varr.